Kas nga kjo që ka ndodhur te samiti, si e lexon ti në fakt gjithë këtë situatë? Jo, unë e shoh pëtepër si një shfaqje të zotit Trump për treguar që evropianët nuk i konsideron, nuk i llogarit, aq pëtepër që pavarësisht kësaj sjellje, të gjitha shtetet europiane janë pro sulmit ndaj Iranit. Kështu që edhe mund ta kishte kursyer, domethënë atë ulje apo përqeshje apo tallje që i bëri liderëve europianë si Macronit apo nuk e di mbas edhe Meloni në këtë rast. E cila ka gëzon nga natyrë simpatinë zotit Trump, mbas është lideri europiane më afër tij në ideologji apo në ide. Por Macroni pra më shtet pa kushte sulmin e Iranit, nuk është se po vepron në një formë kundërpeshë apo kërkon balancë apo i bën turistënisht Shtetet Bashkuara që të përmbahen apo të heqin dorë. Ndryshe nga qendrimi që kanë mbajtur për gazën muajt e fundit, qeveria gjermane, franceze dhe italiane janë pro sulmeve ndaj Iranit sepse shohin Iranin si një regjim diktatorial që nëse ka armën bërthamore në dorë, është një kërcënim për gjithë njerëzimin. Kryeministri gjerman tha që Izraeli po bën punën e pisët për të gjithë ne, kështu që nuk kupton se nuk kemi si mos ta mbështesim në këtë mision. Qartë dhe meqense ma kujtove këtë gazën, duket sikur Netanyahu është strateg i vërtet dhe ja ka arritur qëllimit, se u harua fare kjo çështja e gazës tani. Dhe u harua dhe Ukraina, Për ditë ka viktima, madje u konsiderohet që këto qendrat e ndihmës që u hapën me tutela amerikane dhe nga të kontrolluar nga vetë izraelitët me insynimin që mos kontrolloheshin ushqimet apo ndihmat nga Hamasi, kanë përfunduar në çarqe njerëzore ku njerëzit qellohen dhe vriten dita ditës. Pra ka rreth 70 apo 100 më sipër viktima çdo ditë. Ndërkohë që lufta në Iran vazhdon. Kështu që Gaza u harrua, Ukraina u harrua, se aty ishte edhe Zelenski që kështata që kishte vajtur të merrte një indicje për çfarë të bëjë me Putinin. Por largimi i Trumpit ishte edhe një shuplak edhe për Zelenskin, por nuk janë të rastësishme. Mendoj që body language i Trumpit i flet Putinit shumë qartë dhe i thotë që unë dua që të bëj një marrëveshje me ty, pra siç e shef, edhe me Zelenskin nuk kam një afrimitet të madh, po e mbaj në tension. Kështu që presin e tij mos i përzihet shumë hundët ke punët tona me Iranin, dhe nga ana tjetër pastaj synohet që të arrihet një paqe në formë përfundimtare në Ukrainë, që Trump do ta shihte si prestigj të tij personal dhe që mund ta çonte të drejt një çmim Nobel për paqen, por që sigurisht do të ishte me kosto të jashtëzakonshme, mendoj, sepse një paqe në Ukrainë do të ishte me territoret të humbura përfundimisht, dhe flas për territoret të reja, përveç Krimes që tashmë është noterizuar dhe nga vetë Trumpi, si një territor rus. Që ta përmbledhim, ku ndodhet çizme në Rusë sot. Që ta përmbledhim, ajo që ti analizon është që po ndodh shkëmbimi i Iranit me Ukrainën, pra, ha? Vetëm se Irani nuk dihet që mund të jetë një mision i suksesshëm. Thjesht është një deterrent për që Putini dhe Kina mbasën jo se nuk e fuzon këtë tavë deri në këtë pikë, por me Rusinë që ka një luftë tjetër në bisedime, dhe ku synohet të arrihet marrëveshje, sigurisht pjesë e bisedimeve janë dhe mos ndërhyrje dhe një luftë tjetër ku Amerika apo Izraeli janë të përfshira. Dhe mbasi fuqitë e mëdha marrin garanci reciproke, mendoj, për mos ndërhyrje në punën e brendshme të secilit, kjo ndihmon që ata të kenë një akses dhe një gjuhë më të hapur me njëri tjetrin për të arritur një deal, një marrëveshje për Ukrainën. Qartë. Sokol, unë të falenderoj për bisedën dhe për ekspertizën. Faleminderit ty. Isha me Sokol Kondin, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, folëm pak për zhvillimet nga fronti i luftës midis Izraelit dhe Iranit dhe për atë të çfarë po ndodh në perëndim me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë karshi pra reagimit që do duhet të mbajnë për Iranin. Një shkëputje e shkurtër dhe rikthehemi më njëherë. Ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të aktualitet për këtë të premte, do të flasim tani për aktualitetin politik në Shqipëri me fokus te zhvillimet që na vijnë nga opozita Partia Demokratike, por edhe nga drejtësia e re nga SPAK-u. Për të folur pikërisht për këtë gjëra, unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë deputetin e Partisë Demokratike, zotin Luan Baçi. Zoti Baçi, shumë faleminderit dhe kënaqësi. Kënaqësi për mua, faleminderit juve. Po e nis me atë që është ndër zhvillimet e fundit, që është tashmë në vazhdime sipër rinumërimi i kutive të votimit, cili ka nisur dhe po vazhdon në Tiranë, por gjithashtu do të nisë edhe në qargje të tjera në Elbasan, në disa bashki të Elbasanit, në të gjithë qarkun e Fierit, ndoshta edhe në qarkun e Durrësit. Pyetja ime për ju, zoti Baçi, është çfarë po synon realisht procesi i rinumërimit për Partinë Demokratike, duke qenë se edhe vetë po themi antari që i përket
të opozitës në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve thaj që nuk është se ka ndonjë problematik të madhe të evidentuar më shumë çështje gabime njerëzore. Spari, lejoni të them që ne nuk presim asnjë gjë nga rezultati që mund të ketë kutitë e votimit apo çfarë mund të ketë kutia e votimit. Për arsye se e kemi shpjeguar, e kemi thënë dhe jemi të sigurt, vota është deformuar përpara se të hyjë në kutinë e votimit. Vota është kapur, vota është intimiduar, qytetarët kanë qenë nën presion dhe kemi një pushtet që ka kapur të gjitha pushtetet dhe këtu ekziston vetëm qeveria e Edi Ramës. Parë në këtë këndvështrim absolutisht nuk ka ndonjë pritshmëri, por në bazë të kërkesave që kanë pasur disa kandidatë Partisë Demokratike apo dhe kandidatë të tjerë të forcave të tjera politike, Partia Demokratike si gjithmonë për hir të transparencës absolutisht ka dhënë mbështetje për të numëruar dhe për të rinumëruar çdo vot subjekti politik apo vot për kandidatët. Pra, gjithsesi edhe kjo i shërben transparencës për të parë të gjithë problematikën që ka ekzistuar edhe gjatë votimit, edhe gjatë numërimit, për të qenë sa më të sinqert dhe më transparent me publikun, sidomos me ndërkombëtarët që duhet të ndërgjegjësohen përfundimisht dhe në raportin përfundimtar që tashmë ka raporte paraprake të organizave ndërkombëtar, të OSBE-dirit, të Komisionit Evropian, që pak a shumë, me atje do të thoja që në përqindjen më të lartë, po kanë thënë dhe shkruar të gjitha ato që ka denoncuar Partia Demokratike me fakte dhe me prova. Qartë, pra, në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, a është një përpjekje e zotit Berisha për të ulur gjakrat të tensionuar brenda listave përzgjedhëse të Partisë Demokratike? Nëse kandidatët kanë pas ndonjë përplasje me njëri tjetrin? Nuk besoj se ka tensionim dhe s'është më qëndron kjo. Unë kam komunikim me pothuaj pjesën dërmuese të kandidatëve të Partisë Demokratike për shkak të njohjeve të vjetra që kemi me ta. Ata kandidatë që kanë kërkuar për mua kanë bërë shumë mirë, madje i mbështes plotësisht për të vërtetuar transparencën, për të vërtetuar çdo vot që mund të jetë deformuar, qoftë edhe si gabim njerëzor, aq më keq pastaj nëse ka pasur deformime të qëllimta të bëra nga numëruesit në qendrat e votimit. Gjë që duhet verifikuar dhe pastaj nxjerrim konkluzione përkatëse. Më lejoni që ta shty dhe një hap më tej, meqense është bërë, po themi, gati humor politik, po e them kështu, kjo pjesa e trenit bullgar. Ju vetë personalisht, a besoni që treni bullgar mund të ketë funksionuar në atë masë që pretendon opozita dhe zoti Berisha, apo e gjitha kjo është një mënyrë për ta tensionuar ligjërimin politik me mazhorancën në përgatitje të përplasjes së shtatorit, po themi, mandatit 4? Atëherë, pyetjes tuaj, që është një pyetje shumë konkrete, po i përgjigje me një rast shumë konkret. E marr nga qarku i Fiet. Ditën e diel, në qendrën e votimit në Mos Gabofsha, 31-34, fraksion 1, kur është hapur kutia e votimit, në qendrën e votimit, proces verbali rezultonte që të kishte 527 flet votimi brenda në kutinë e votimit që do të votojë, për arsye se aq ishte numri zgjedhësve në këtë kuti votimi. Kur është hapur kutia e votimit, janë gjetur 47 flet votimi dhe mungonin 500 flet votimi. Menjëherë mblidhet komisionerët e qendrës së votimit dhe bëjnë mbledhjen, lajmërojnë KQZ-n dhe KQZ-ja i jep një zgjidhje të shpejt, duke thënë që do të veni të mirëni 150 flet votimi tek një qendër tjetër votimi dhe 150 flet votimi tek një qendër tjetër votimi, që të vazhdojë numërimi dhe nuk dha asnjë përgjigje se ku kanë shkuar këto 500 flet votimi. Unë ditën e diel jam prononcuar në media dhe i kam bërë thirrje KQZ-s të japi shpjegime për 500 flet e votimit ku kanë shkuar, që mungojnë në kutinë e votimit. Dhe gjithashtu i kam bërë thirrje dhe SPAK-ut të nis hetimin për këto 500 flet votimi. Ju ku mendoni se mund të kenë shkuar? Edhe sot që ne flasim bashkë, këto 500 flet votimi nuk dhe të kanë shkuar. Këto kanë shkuar aty ku ne e themi me bindje të plot për të realizuar qëllimin e tyre me trenin bullgar. Çfarë pritet në këto 500 flet votimi? 500 flet votimi janë shpërndar në të gjithë qarkun e Fierit,
në 500 qendra votimi apo në 300 qendra votimi kanë qenë nga 2 në qarkullim dhe duke qenë 500 fletë votimi bosh. Treni bullgar të gjithë e din tashmë se si funksionon që fleta e votimit që është bosh mbushet nga patronazhistët e Partisë Socialiste dhe jepet në dorë votuesit që do të hyjë brenda me kushtin që këtë fletë votimi që merr të mbushur nga Partia Socialiste jashtë do ta hedhin kutinë e votimit dhe fletën që merr te komisioni, fletën bosh do ta fusin në xhep ta nxjerrë jashtë. Dhe kjo tregon pastaj vazhdimsinë e çdo fletë e votimi për çdo votues. Për këtë shërbejnë fletët e votimit që të jenë origjinale jashtë, pasi ka pasur raste që ndoshta përgatisnin fletë votimi falso dhe ju a jepnin dhe kur gjende një fletë votimi në kutinë e votimit falso e votuar për që i jepte qytetarit për të nxjerrë origjinalen jashtë, fillonin problemet. Në një rast të tillë, si duket, edhe KQZ-ja është në një linjë me komisionerët e Partisë Socialiste dhe ka lënë 500 fletë votimi jashtë kutisë së votimit, e mbyllur kutia e votimit me proces verbal që figuronte 500 fletë brenda, në fakt nuk ishin 500 fletë, kanë ardhur 500 fletë mangët. Kjo është e vërtetuar me proces verbal dhe e firmosur edhe nga komisionerët Partisë Demokratike edhe nga komisionerët Partisë Socialiste. Unë po ju jap numrin e sakt të qendrës së votimit që kanë munguar dhe në qoftë se për 1 minutë mund ta nxjerr. Patjetër, patjetër, merrni kohën tuaj, patjetër. Në qendrën e votimit 31, 34, fraksion 1, nga 547 vota, fletë votimi që duhet kishte brenda, janë gjetur 47 fletë. Në çfarë zone është kjo qendër votimi? Në çfarë zone është? Në Fier? Në Fier. Në brenda në qytet? Bashkia e Fierit. Në Bashkinë e Fierit, në qytet? Bashkia e Fierit. Po. 31, 34 fraksion 1. Dhe KQZ-ja ka dalë në përfundimin që të merreshin 150 fletë votimi i kanë marrë në qendrën e votimit 31, 34, dhe 150 fletë i kanë marrë te qendra e votimit 31, 35. 150 me 150, ndara në 2 qendra votimi. Po kanë hequr nga 150 fletë këtyre qendrave të votimit dhe i kanë shuar të 300 fletë te kjo qendër votimi ku ishte mungesë. Atëherë, pyetjes, ku kanë shkuar 500 fletët e votimit që figurojnë me proces verbal të ardhura në Fier, por në kutinë e votimit brenda nuk kanë qenë. Pra ato kanë qenë në Fier, po kanë qenë të shpërndara për të realizuar të themi ne trenin bullgar. Por nuk është se është vetëm treni bullgar për caktuesi. Këtë po e themi, unë jam më së i bindur që kjo është një ndikim shumë i fuqishëm kjo e treni bullgar dhe ka një numër të konsiderueshëm votash, por në Fier, në qarkun e Fierit, si në gjithë qarqet e Shqipërisë, por në qarkun e Fierit ka funksionuar shumë fort shteti. Atje Lubi Balluku kishte dhënë fjalën te Edi Rama që patjetër do të kishte një rezultat të paimagjinueshëm, të pabesueshëm dhe për ata dhe për të realizuar këtë rezultat të kërkuar prej tyre, patjetër që zbriti 6-7 muaj para në Fier, madje përsëri i bëjthirjes pafut që në hetimet që duhet të bëjnë për qarkun e Fierit, duhet të hetoj dhe të marrë listën e zgjedhësve dhe të shikoj sa qytetar nga rrethet e tjera, nga qarqet e tjera janë regjistruar në Fier 6 muaj para që të ishin brenda afatit ligjor, pa pasur asnjë lidhje me qarkun e Fierit, janë regjistruar si votues në Fier dhe kanë votuar në Fier për të shtuar votat e Fierit dhe kanë qenë kjo pjesë që kanë ardhur, janë punonjës administrate që përveç se u regjistruan si banor të Fierit me nga një kontrat falso qirajo shtëpie, ata ishin e punonjës të rëndësishëm të digastereve të ndryshme që janë shpërndarë në të gjithë qarkun e Fierit duke mbledhur të gjitha shqetësimet, ankesat apo kërkesat që kishin qytetarët që duhet të ishin realizuar prej vitesh, hipotekimet e shtëpive, hipotekimet tokash, legalizime, shqetësime të ndryshme që janë detyrim ligjor që shteti t'u zgjidhte gjatë viteve, i la për t'u zgjidhur këto probleme muajt e fundit në këmbim të votës, në kusht për votën. Emërime në vende pune të ndryshme. Kompania Alpetrolit, një nga kompanitë më të fuqishme që numëron mira dhe mira punonjës, ka mbi 2-3.000 punonjës dhe administrat, ka bërë punësime nga më të ndryshmet
disa muaj para fushatës, me qindra janë futur në punë provizorisht. Në bashki, po e njëjta situatë. Investimet elektorale kanë qenë të shumta në Fije. Në çdo rrugë të Fije, në rrugët rurale, është investuar me rër bituminoze dhe me zhavor të ndryshëm për të hedhur hir syve qytetarëve dhe për të bërë zgjidhje nga më të ndryshmet. Presioni nga më të ndryshmet që ka qenë presioni tatimor te biznesi i vogël. Biznesi i vogël ka qenë një terror të paimagjinueshëm. Të gjithë bizneset u mbateshin metrat katror që kishin në verandat përpara lokaleve, kur deri dje kishin një çmim simbolik ose nuk kishin fare për arsye se aq punë kanë. Pastaj filluan dhe u avun 10.000 lekë të vjetra metri katror të çdo verande jashtë. Për ata që pranonin dhe jepnin fjalën në qendrën e votimit që do të votonin për Partinë Socialiste. Ndërsa ata që e dinin që ishin demokratë dhe ndoshta i gënjenin, nuk thoshin ose nuk do vish në votim fare, ose tatimin do ta kesh të tillë që do të falimentosh lokalin. Zoti Baçi, thënë të gjitha këto që ju thatë, edhe nëse i supozojmë, po them të vërteta për një moment. Por janë të vërteta. Dakor, po i supozojmë të vërteta për hir të argumentit. Nga ana tjetër thënë fakti që ju nuk pristi të ndryshojë rezultati nga kutitë e votimit sepse vullneti është manipuluar përpara se të shkonte në kutitë e votimit. A nuk do të ishte më mirë që në këtë moment opozita, Partia Demokratike konkretisht, të fokusohej tek rigjenerimi i saj dhe tek nxjerrja e mësimeve dhe tek mbajtja e përgjegjësive në mënyrë që të fillojë përgatitja për përballjen e shtatorit, se vinë zgjedhjet e tjera shumë shpejt, se sa të humbet kohë me këto procedura që nuk e di se çfarë realisht mund të faktojnë më shumë se sa kaq që thonë ju dhe si mund të ndikojnë më shumë se kaq. Nuk e di. Arsyetimi juaj është shumë i drejtë, por lejoni të them që kjo është një domosdoshmëri për të bërë dhe kjo puna e Partisë Demokratike që këtej duhet fillonte dhe për mua është një fillim shumë i mirë dhe shumë i mbar i denoncimit të farsës elektorale. Mos harroni se